blok kuksi, ku je? Qa ka? Nëse ka. E ka me pik kuqe më burr. Po mylla hap edhe herë. Jo më burr, po nështë s'kam internet, po s'pata internet, po s'u ngjova më tregoni se hypi si për shtëpia dhe flas. Update kjo zio, si ma nxjerr 2.2 kë. Pas ka bo update, si ti nxjerr numrat larti? Atë ka bo update, mu mi nxjerr numrat, o Alex, o vlla, si, o Filipe, o Filipo, bo e follow vlla zion, të akam të ri. Këtë fala nga Filipe, o zio, shoku jot. Filip, zeo. Mirë je, nuk jam bre mirë se jam me kështu. 2300 veta, Alex Visha, do të shkatroj karrierën sot, hajde. Sot? Nuk del accounti, thot. Kujt nuk I del accounti? 500 veta follow direkt zi. A keni intervist? Po pra, po priti herë se s'po I bën. Puna dhe gocë, 2 sekondër. Edhe ju që keni këshon, që më keni naot, mos e qani kryet. Se edhe ju më bëni punë fort. Më pritni se keni për të po punë fort. Edhe ju na qartë mi hap screenet krejt. Jo vetëm ato që kanë respekt për mu, po mi hap krejt, te I pari dhe te I funit. A je gati pra zio, 2500 veta, shpërndani pak lajmin. Po jo, nuk ngjohesh, po jo, fort mirë. Ngec në jero, zio, ngec në jero zoni. Jo, ngjohesh, po jo vash, jo është mirë si shtu të ngjohesh. Që kartat nuk mbojnë. Hypi sipër edhe erdha, më prit. O ko, sa t'hypi sipër. Po, po më rëdhaj. Jo, sa kam qef ta bëjmë. Jo, po t'je tamam pra serioze, burër, me rëp shpijë. Jo serioze, me të regu gjithë shka, të tak, se nga ka ardhita. Vjen ajo, o zio, kam ble I rob, o zio. O zio, kam ble I rob, sot, më vjetë shpijë. Kam ble I rob. Si e ke ble I robit? E kam ble për 2 vjetë, me kontrat. Sinqerisht? Me rëp shpijë. Gjashmi. Po Gjuliana, po, se nuk mu lidh ai që hapa mram, nuk mu lidh. Nuk mu lidh ai që hapa mram. Qa thot ky? Ka ble rëp, thot, a se në gjëni? Rëp shive në orën 12 më vdek familja, a kam ble, a jo rëp. 6.000 robin. 6.000 euro, 1.000 euro bileta, 7.000. 1.500 euro paradhanje, ka shkunja 9.000 euro, robi. E kam ble për 2 vjetë, a I punëtor që... Ti e quen gjuhën tane e bleje, ja? Jam të e ble dhe I shoferë, Jam të ble I shoferë tani. Filipinas. Tani e të ble dhe shoferë, kës, ha? Nga Filipinia. Tani je të ble dhe shoferë, kës, ha? Po duhet më dzirë. Një sekundë sa të heqi. O quna, kam ble. E kam ble, pra. Dhe sa kam pakujt leket, e ble me quetër. A ka në I shoferë që do me blerë. Du me blej shoferë, quna. 600.000 lek në muj, ta blej. Ja jam leket për I vit. Do flesh me atë, thët njoni, po qatë thë më bisha, ajo është pastrusja ime, ditë do flesh me atë, ka që poshtë mule mu. A si qire, dhe është pastrusja, po blok, ndojnë që ona, dalon. Po këtë, po shtash, a kam internet? Po, o zio, du me ble dhe I shofer. A jam mirë, tani? Po. Ti? Du me ble dhe në I shofer. Shofer?
Po shofer rop jam a fillojmë tani pra zio. Nëse do me mblej, këtu jam. Dhe është i burr, ti na blet neve. A je gati zio? Rëpion së mblej gërgana. Kam ndryshu kohë tani me pyetje me iPhone 17 Pro Max. Si ka ndryshu kohë të kësë? Ti ke qani herë, a je mirë? Ama men me Nokia atere. Tani ka ndryshu kohë të shpërndani e live-i para se të vi. Share, babloka, du vetëm shpërndani live-in automatikisht fuqishe mirë, se nuk filloj rë. Jeni 53 veta keni shpërndani. Quna dhe goca. Share një pak. Hajde. O quna kret bash. Share në përshok. Share në përshok. Share, bravo, share. Të dhëm 15 veta share. Tani sa minuta kemi intervistën në zio, sa do. Apo apelojnë që mos na çojnë live, tjena për shef. Po jetë në gju pak keq. Po tani. Je fix, veç më si fal loje, Sama. Jo më buqa loja, ka talësha. Po jo më bënë, prita rrugulloj pak telefon. O gëzar. Jo, i sakon vaj, hava. Po tani, angjojnë fix. Po tani, angjojnë fix, o ada, respekt. Angjojnë tamam. Po, tani fix. Okej. Pyetja parë është, Kozak thot pyete pak Zion për njerëzit që janë edhe ignoranta, që nuk marrin vesh, çfarë është trending? Ignoranta nuk është kërkush o Kozak, për mos me ditë. Më rëp shpi o Zio, unë për shumë s'marr vesh, di dhe unë shumë njerëz tjerë që nuk din as qa është, a kupton as ka njerëz sa dush më rëp shpi, ignoranti parë jam unë. Kanë vazhdu e t'u folë o Kozak se kur ja kam nisë para një 2 mujeve, për herë të parë, kanë vazhdu t'u msha t'u më ofendu njerëzit. Po që arsyet kanë sha? Se ignoranta ka sa dush. Po. Ignoranta ka sa dush. Është e vërtet kjo. Se ignoranti, para se me investu diku lek, duhet, kur të regjistroni, duhet se s'ban ta kontrolloni a kanë licenca, a s'ka. Ka të bëjë shumë ke licenca. O Zio, po këta për shembull, më falë se duhet të pres. Këta për shembull që kanë qenë në Shqipëri që janë arrestu e janë bë, këta kanë qenë pa licenca. Ke prapë në Shqipëni ashtu kësaka. Ka, falto. Më besoj që ka. Besoj që janë të në ngju edhe njerë që kanë investu thëjnë s'ka mundësi. Psi s'ka? Kur të regjistrosh o Kozak në trading, para se t'investosh lek, në radhë parë, ka sa dush, anonim, o quna dhe goca. Para se t'investoni lek, o bab ma bje i ujver, para se t'investoni lek, aty duhet njuar një lejtër, dhe ku je regjistru në mail ose numro, për si e bon ju. Atë, s'duhet me thot ju lek, po duhet me shku ma kontrolu për para qëfar ekzistence ka a i loj programi që po regjistrosh. Dhe në Shqipni, nëse më lejon me fol, du me fol edhe i gjan. E dijun se do bona me si përkesi për mirë se kanë me fillu sudja, piramida, kneni, por kërkush nuk vjen ke shtëpia, edhe ato që i kanë mashtru, kërkush nuk vjen ke shtëpia me t'i marrë vet, ju ka hëngrë bythe, me ignorancën tuaj që nuk e keni kontrollu për para, se mu fot aty, lekun, ju duhet ma bo kontrol. Ka 17 vjet trading që e dijun, e din jene ju, po si u pëlqen. Sa vite ka kjo Zio si program o Zio, sa vite ka? Ua, da, respekta. Aty ku jena ne. Jo,
ku është i themelum ky si program? Ku është kriju, domethënë? Kush e ka kriju? Kush është kriju? Rob se di me thonë se kush e ka kriju, po e di se nëse Jo, nga cili shtet? Amerika, a kupton, Gjermania, Italia. Rob nuk e di jo kësak. Vetë se e di. Po ti tani që të intereson ty se sa fitojon? Jo, bona pyetje më. Po pra, çdo kuj po flasun edhe me publikun. Aha, me pyetëm dhe qa, për shumë të zio. Po ne na tu falë vlla, që të intereson ty se sa. Jo, mos më intereson, thjesht e bona pyetje që çfarë më rëp shtëpie. Zio. Okej, Zio. Okej, qa jo më kthe përgjigje, vazhdo. Jetu eksituo këzat. Jo me rëp shtëpie. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër. Kozak thot, pyete pak Zion, sa është minimalja të investosh dhe maksimalja? Minimalja $5, po ne nuk lam $5 sepse bëhet grupi. Bëhet minimalja për të regjistru, bëhet grupi shumë i pist. Okej? Se futet çdo lloj njeri, se ty e vjedhojnë nisme të shafë. Edhe me €50, Zio? Me $5 është mundësia, po unë se lejoj me $5, me $500 të mba. Edhe nuk ka ditë Ramazani, këtu as Ramazan, as Krishtlindje, nuk ka ulje, as ngritje se ti për koktate i ti fitu, se nëse ti në regjistrosh për herë të parë, kos, dhe $1,000, ke 1.000 bonus. Po ai bonusi, nëse ti do me tërhesh lek që ke fut, nuk t'jipet, merr vesh lekët e tua, ke mundësi. Po maksimumi sa është të euro. Maksimumi 5 bilion, ku digjon, bojnë 200-300. Nëse ti ato njerëz që më thojnë mu, firmë piramidale, Alexin, ti munësh me shku tani, krejt njerëzit, të pyesin se sa lek bon, sa bon vetë marketin ChatGPT, është e thjesht, sa gjiron në ditore. Aq. Mundi me shku ma kontrollu. O Zio, tani jam kurioz, këtu për shembull, si fitohet o vllai? Si fitohet? Jo, du me ditë loja mrenë si është, se kam pa, jam kurioz. Na kena ideal shumë përgatitëm, çfarë do me thonë, me bosi me prit, ne nuk kena 5 sinjale, 20 sinjale, opa, atë erdhi i shoku. Jo unë. Ka drejtën se ka investu shumë lek. Për herë të parë, nga ka arë Northi. Po North? Ku je pa blok? Ledi pyetje të Kozak, po thuju njerëzit futen, se kanë traderin më të mirë në Shqipëri, Rob. U s'kom interes asa si gjon këtu. Vetë kam dal humje, su s'di, po futën e vlla kush ka menja, nerva, durim, të futën aty, njekun djalin e huj, e ne t'i rrim gati, jo me ban si nisha, si kur bojnë shumica, po mu fut me ban lek figurë, kush do. Jo miliona, po me ban lek, nëse s'do me punu në ndërtim, po do ban 100 euro, 200 euro në ditë, mëlle, mos rrite e krujt ma bëthën me ban si nish, si kur kena ban unë e kjo shoku jetë këtu. Edhe, ditë qa me dollë, ta shonë keni në ru. Qa me shty, po të zio? Hajtë qëso. Sa ka investu Northi? Sa ka fut Northi? Sa dush. Ndë qo, Jamesi, sa i fitej 5.000, mund është ma e pyt, James Bond. Veto, këza, kjo është hidja, nëse ti s'ke durim, kur s'ke me fitu. O bana, atët bo, po bana, hajde më. Tash po, thot. Me rëshpje Kozak, tu që dush pa ma ngrohtë qëtu. Qëto të pak të s'mshakur që ne i plasën të mshakur, bi. Rëp të motra krejtë unë bona... Bëj shaka, po e provova ka aktiva se ka aktivë të zi.
Tash po rrish në me qenë zëra fjale. Po ha. Edhe, jo, po, Kozaku s'është të na bë pyetje sepse Kozaku ka frikë. Jo më për çam me pas frikun me bë pyetje, të bëj pyetje sa dush. Dhe pa e rrafë. Po në motra si lloj frikë, se frikë kam unë gazetarja me pyetje me. Fol Kozak, po të përgjigj Zio, të përgjigjim unë. Ec. Ti regjistrohesh atje Zio. No, nuk ka lidhje të regjistrimit, se këto janë përfitimet e mia, po unë ka lidhje që të bëhet sa më shumë meme, edhe s'ka gjë që ofendohem unë, se ne na kanë ofendu edhe në TikTok, mashtrime, mashtrues, vjele shqiptarët, rjepe shqiptarët, bone këta, bone ata, jo. Nuk ke lidhje për të regjistrimet ndaj interesit tem. Unë kam lidhje që kam thonë për këtë lloj të folme që t'ju shkoj e zoni shumë njerëzve, se të rinë në TikTok më shumë, edhe investojnë si Alban Nikola dhe unë si kam të ra aty. Për net për ti s'qafën e po si është honën që dhe. A kupton. Shok tonë kanë hangër shumë o Kozak se u bo fjala që kur erdhë puna që e mora unë ndorë qështu, u që unë njerëz dhe më thëshin o Zio, po jam ndjek 20.000, o Zio, po jam ndjek 10.000, o Zio, jam ndjek 30.000, po ju vite ishte turp me më tregue, më thëshin a i të dasht me boshta, edhe i shave dhe thëmë, jeni budalejur, po shkoni e kërkon njërë. Unë të bo lek jam o vla jam, o haus, atë, pse ju jep shpjegime njerëz dhe shko bo lek, unë të bo lek jam, po ty do të në daloj me vjetë. Base sot do shahen, po mas 20 vjetë dhe do më respektoni fort. Për zotë, do më respektoni fort. Shumë. A keni në gjuna e herë të fëllë për trading o Kozak? Për para. Jo. Ka 17 vjetë që vidhe njërës, ta e dinë shta? Si janë vjedhët Zio, në qëlloj mënyrë? Në brokra, o Kozak, një lloj brokri, për shembull, si kur ishna të shku në Albani, po e marim unë Albani, jo tjerë, që regjistrohen në një broker që mund ta krijoje kushdo. Një platformë si TikTok mund ta krijoj edhe unë me serverat mi, edhe mos paguaj mo. E kupto? Të marrë lehtë. Broker ose coins fake, që në fillim ju boj me besu për atë punë dhe coinsat sa më shumë monedha, çto monedhat që është i quim, mos mi besu hiq, se s'është mirë. A tu të zanë gjumë e gësë? Jo mërë vla, ima mua apë goja rë. Jo mërë zemë vla. Renz, unë të shtashti i cili është Renz, jam unë Renz, apo jeni ju? Shkoni ke linku në bio. Ok, shkoni ke linku në bio, ju që më keni ma fort i naut, dhe keni Telegram. Boni follow në Telegram, shkoni, ja u pranojnë follow në Telegram, në bio, pos më doli këtu e keni në Instagram. Edhe, një sekundë se të përgjigje më dhoni. Të o trade forex. Të tregoj Aleksit, edhe ata të flasë, edhe për ti. Edhe regjistrohesh, ty nuk vje kush me të marrë lek, se ti pashaportën një të fut. Masi dhije pashaporta dhe emaili, ty do dhije emaili automatikisht ty kontrat. Të dhije i later. Merja të ganat që keni aty, e shkoni kontrollenja në Google. Sa ka existencë, pa mo merë një fix. Mos boni gabime. Sa ka existencë, sa s'ka. Mrapan, kap një ju gabimin, kap një, edhe hajde më ofendoni. Pse shani, pse ofendoni? Zio, shumë njerëz thojnë pse është bë vetëm Telegram. Pse është bëm Telegram, e bëjmë edhe në Instagram, edhe në WhatsApp. Grup është grupi që krijohet Telegram. Si është ky grupi, më Zio? Si është grupi? Grup. Sot, o quna, o goca, jeni 460 e sa që keni fut lek kështu që va jap shoku.
466 persona që kanë investu. Shifi ku i ke o Kozak. To janë që kanë fut lek o Kozak. Okej? Sot i kanë fut. Jo sot, ka 2 muaj që fusin njerëz të Kozak. Grupin Telegram. 500 veta kanë fut lek të ty e zion total. Jo të unë, për vetën. Si? Për veten e vet, 500 veta, du të kishe marrë më shumë më. Lek të fusin për vete, regjistrimet e tjetër pjesë, o Kozak. O plak, ke 12.000 në Telegram, normalër. 12.000, pra, po ka të thujti 12.000, jo 500. Këto, a ju jep mrap, qofë se prishet grupi, ose e dje, o vlla, si prishet grupi? Kush prishet? Ti mundesh me vazhdu edhe vejet, o plak. Mundesh me vazhdu edhe vejet. Na kena një përparsi, që kena një djalë, që ka dituri dhe durim. Dhe kena 460 vet, 400 e sa vet, mundi me fol. A është gjë ilegale? Ilegale. Nëse më vllaj, kliko linkun shtu në profil, posto doli në profil, e ke më mirë shtu, si ju dalë më mirë, edhe shko kontrolloj a është ilegale. A është legale. Pse po më pyet mu? Pse po më pyet mu? Unë thom legale, se është interesi jam. Nështë edhe së është Alex, viz poshtë visha, 236.000 follow, këto e ke, të hapet direkt, edhe hyrë, bë follow, hyrë këtu, ban follow në Telegram, kur të bësh follow shtu si të vinë shtu, ta pranojnë, kontakto me supportin, e shtyp shtu, edhe shkruj me supportin, hape, edhe meri këtë dhonat e shko futin internet, mos fut lek. Po të pisi rob, o Alex, mos u përgjisi arrogant, o JD, më fal. Vlla, po këtu ke lolle robsh që shajnë, ofendojnë, s'kem piramidale. Po nëse është s'kem piramidale kjo vllai, si mundesh të dalish, jam kryesori. Do merrte xhio, po ti s'kem piramidale. O Kozak, jam unë kryesori, nuk është punëtori. Nuk jam unë punëtori, edhe Kozaku është bosi. Unë jam ai që i marrë mshaf njerëz. Unë jam ai që përgjigjem deri në fund. Jo sikur ato që sikur këto Kozak. Am lejon ta qesigje. Po qitë më qatë dush. Qitë qatë dush më dhe. Nuk jam unë si këto, për shembull mu kap. Shani se e di se shumë interesa ju prishën. Shani se shumë interesa do ju prishën.